Çmimet e larta po e varfërojnë çdo ditë më shumë shportin e familjeve shkodrane dhe atyre shqiptare. Mjafton një vëzhgim i thjeshtë për të kuptuar se si çdo qytetar paguan më shtrenjtë për produktet që blen krahasuar me vendet e rajonit. Kandidati për deputet i Partisë Demokratike Bars Pahia zgjodhi të bëjë një krahasim të tillë mes të njëjtave produkte të blera në një market në Shkodër dhe një marketi në Malin e Zi, aty ku shumë shkodranë udhtojnë për t'i shpëtuar abuzimeve me çmimet e larta që vijnë nga taksat dhe politika diskriminuese të qeverisë, tha Bars Pahia. Për të njëjtat produkte këtu në Malin e Zi kemi shpenzuar rreth 112 euro, pra një diferencë prej 55 eurosh në krahasim me kostën e të njëjtave produkte të shportës ushqimore për të cilat shpenzuam në supermarketin në Shkodër. Jo vetëm tek ushqimet, ku kursimi shkon mbi 50 euro, por edhe tek karburanti, diferenca e çmimit varion nga 30 në 40 lekë për litër. Ky krahasim tregon shumë, tregon për situatën ekonomike katastrofale ku ndodhet qytetari shqiptar, por është edhe gjithashtu një thirrje fuqishme për ndryshim. Qytetarët meritojnë më shumë. Meriton një jetë më të mirë. Ky realitet i hidhur është një thirrje e fortë për ndryshim që vetëm Partia Demokratike dhe programi i saj mund ta sjellë, tha në mbyllje Pahia, duke ftuar që në 11 maj shkodranet dhe shqiptarët votojnë masivisht numër 1.